Mirëmëngjes të gjithëve. Kam bërë një video më përpara se shumë akaunte fake më pyesin dhe më thonë je nga Kullairi. Disa më thonë që je nga fshati. Unë do të isha shumë krenar po ta kisha lagjen në Kullair, po të jetonja dhe në fshat, përsëri do të isha shumë krenar. Plus që unë kam shumë njerëz, shumë miq, shumë shok, si në Kullair edhe në fshat. Kështu që mos më ngatroni me muhabete pa lidhje në për TikTok. Unë jam veshje sportive Brian, punën e kam bërë me respekt ndaj të gjithë klientëve dhe me sinqeritet të plot. Kështu që mos më ngatroni me muhabete pa lidhje. Nuk ka rëndësi njeriu nga është, mund të jetë nga fshati, mund të jetë nga Kullairi, mund të jetë nga cili do vend i Shqipërisë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka personi. Po unë s'kam çfarë t'ju bëj ju me account fake se ju të fusni në ca tema që nuk ja vlen. Nuk dua me t'ju jap vëmendje ju legenave që bëni komente negative dhe na shkruani në inbox me akaunte fake. Gjithsesi, në qoftë se ndonjëri nga ju është keq kuptuar, unë prandaj po e bëj këtë video sot, nuk kam ofenduar askënd në jetën time deri më sot. Thjesht kam dhënë disa sqarime dhe disa shpjegime se ku e kam shtëpinë dhe ku e kam biznesin, asgjë më tepër. Nuk kam hyrë këtu që të ofendoj njerëzit, kam hyrë këtu që të bëj biznes dhe të respektoj të gjithë ata që më respektojnë. Kjo ishte një sqarim i vogël. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra, ju dua shumë të gjithëve. Vazhdoni të më ndiqni, do ketë shumë oferta dhe shumë surpriza për ju.